shumë të pasur të hoxhës edhe djetarit imam Neveviut, Allahu e mëshiroft atë dhe hoxhallarët dhe mësuesit e tij dhe hoxhallarët dhe mësuesit ton, Riyadus Salihin. Ky libër ani pse afërsisht që 800 vite autori e ka shkruar këtë libër, ky libër sot 800 vite masi ky burr i madh, ky hoxhë i madh ka shkuar tek Allahu te baraka wa taala, ky libër i tij është i përkthyer pothuajse në të gjitha gjuhët e botës. Ndoshta shumë pak xhami kanë në botë në të 4 anët e globit, e që nuk është ky libri i Imam Neveviut prezent në xhamit me gjuhët e popujve mbar. Kjo tregon se ky njeri ka qenë shumë i sinqert në jetën e tij me Allahun xhalla wala. Ky njeri e ka dashur shumë fjalën e Allahut, e ka dashur shumë pejgamberin alayhis salam dhe rrugën e tij, prandaj Allahu dhul xhelal e ka bë edhe emrin e tina, edhe punën e tina, edhe veprat e tina të respektueshme e të pranueshme ndër breza e gjenerata spaku deri sot për 800 vite. Ju kom thonë takimin e parë para shumë javëve, në vitet e 90-ta, Hoxha Bekir Halimi, Allahu shpërbleft, është bë sebeb me botu në gjuhën tonë këtë libër. Ma heret ka qenë vetëm në gjuhën boshnjake i përkthym ky libër. Dhe prej viteve të 90-ta e pas luftës janë shpërnda, jam i sigurt, ma shumë se 1 milion kopje të këtij libri që autori i ka përmbledh pothuajse afërsisht 2000 hadithe të pejgamberit alayhis salatu wassalam në kapituj e fusha e dimenzionet ndryshme të jetës muslimanit që i nuhitet muslimanit në gjitha sferat e tij për me qenë sa më afër Allahut te baraka wa taala.